Gjykata kushtetuese ka filluar shqyrtimin e kërkesës së dytë kundër prishjes së piramidës, pas Bashkisë së Tiranës është Partia Socialiste, e cila ka vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese për të mos prishur Qendrën Kombëtare të Kulturës Pjetër Arbnori. Argumentat e Partisë Socialiste janë mungesa e faturës financiare dhe shkelja e kompetencave të pushtetit vendor, përballë argumentave të Parlamentit dhe Këshillit të Ministrave se deputetët socialistë nuk legjitimohen në kërkesën e tyre pasi bojkotuan seancën e miratimit të ligjit për ndërtimin e parlamentit të ri. Ligji 10.449 është në kundërshtim me këto rregulla, pra i ka marrë pushtetet, i ka marrë të drejtat pushtetit vendor. Ai ka atribuar vetë kuvendit të gjitha atributet dhe kompetencat që ligji ka njohur pushteteve vendore. Kapërcimi procedural i grupit prej 33 deputetësh menjëherë në gjykatën kushtetuese, pa ushtruar funksionin e ligjvënësit me vot pro ose kundër, tregon dukshëm natyrën abuzive të ankimit. Partia Socialiste nëpërmjet studiuesit Artan Lame ka prekur edhe problemin e trashëgimisë kulturore si dhe reagimi qytetar kundër prishjes së piramidës. Nenin 14 thot, në rastin e fatkeqësive të ligjit të trashëgimisë kulturore, thot, në rastin e fatkeqësive natyrore, të shëmbjes ose djegjes së objekteve me vlera trashëgimi kulturore, kur nuk vendoset kryerja e rikonstruksionit mbi trullin e mbetur ose mbi pasurinë rënoj, lejohet ndërtimi vetëm në sipërfaqen dhe vëllimin e mëparshëm, duke respektuar kategorinë dhe llojin e monumentit. Cila është logjika? Ti qytetar mund ta prish edhe po e dogje objektin, nuk lejohet të ndërtohet diçka më e madhe se sa është objekti aktual. Pra kjo është bërë për të frenuar djegjen e qëllimshme të monumentit kulturës. Por gjithmonë imagjinohet që dhe vetëm në këtë rast i ka lënë tagën ministrit kulturës që të operojë tek statusi. Në 24 i ligjit për trashëgiminë kulturore parashikon heqja e plot ose e pjesshme e mbrojtjes nga shteti i një objekti ose grupi objektesh të trashëgimisë kulturore është e drejtë ekskluzive e organit që e ka shpallur atë. Pak muaj më parë, para se Parlamenti të miratonte ligjin për ndërtimin e kompleksit të ri parlamentar, gjykatës kushtetuese ju drejtua edhe Bashkia e Tiranës kundër prishjes së piramidës, kërkesë kjo që u rrëzua.